Belgjika po përgatitet për mbylljen e shkollave, ndërprerjen e trafikut ajror dhe hekurudhor, pasi për 3 ditë me radhë vendi do të paralizohet nga një greve përgjithshme. Lëvizja është planifikuar në 3 faza. Trenët dhe transporti publik nisën grevën të hënën. Kompania kombëtare hekurudhore paralajmëroi se po operon me kapacitet të reduktuar dhe për shkak të grevës edhe disa tren Eurostar që lidhin Brukselin me Parisin u anuluan. Të martën, grevës i bashkohen shërbimet publike, si shkollat, qerdhet dhe spitalet, ndërsa për të mërkurën, sindikatat kanë bërë thirrje për një grevë të përgjithshme që mbulon të gjithë sektorët. Në të njëjtën ditë pritet që të anulohen edhe fluturimet në 2 aeroportet kryesore të vendit, Bruxelles Zaventem dhe Charleroi. Greva u thirr nga sindikatat kryesore belge, të cilat kanë mosmarrëveshje me kryeministrin Bart de Wever për shkak të përpjekjeve të këtij të fundit për të reduktuar borxhin e vendit, një nga më të lartët në Evropë, së bashku me Greqinë, Italinë dhe Francën. Në pushtet që nga muaji i shkurt, konservatori flamand po përpiqet të imponojnë masa shtrënguese përmes një sër reformash strukturore të pashembullta që kanë të bëjnë me liberalizimin e tregut të punës, përfitimet e papunësisë dhe pensionet. Greva është një apel drejtuar kryeministrit dhe të gjithë qeverisë së tij që të japin fund çmontimit të programeve sociale, deklaruan sindikatat. Belgjika është përballur edhe më herët me greva të ngjashme. 10 mijëra protestues marshuan në rrugët e Brukselit në mes të tetorit për të protestuar kundër atyre që ata e cilësuan reduktime brutale të buxhetit.